Nuk e di se çfarë ja tha t'ju drekës sot, por unë bëra byre, kisha kohë që nuk isha bërë, spinaqin e kisha gati, të pastruar dhe të zgjerë një ditë më parë, i kam shtuar thjesht djath, kos, 3 vezë, krip dhe vaj ulliri dhe gjella është gati. Kam bërë pak shumë pasi do bëj 2 byrek, ndërkohë që brumin e kam zënë, por nuk e kam filmuar, thjesht me krip, me vaj, pak vaj ulliri edhe ujë. Kuptohet e kam lënë të pushoj dhe është gati. Ndërkohë që japim përgjigje këtyre qindra mesazheve që më vinë nëpër komente apo dhe në privat. Unë punoj online nga shtëpia me shitje produktesh. Kompania është kompani turke me një treg global. Funksionon Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malizi, në shumë vendet e Europës, në Amerikë, në Brazil, në Meksik, pra nga të gjitha këto vende edhe shumë të tjera që jeni mund të punoni, nëse doni të punoni. Ju fitoni direkt nga vlera e produktit, për çdo produkt të shitur. Kush punon nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Malizi me 25% të vlerës të produktit, ndërsa për vajzat që punojnë nga Europa apo çdo vend tjetër i botës është 30% e vlerës së produktit, por ka 9 forma fitimi. Gjithashtu ke mundësi të rritësh fitimet e tua nga 3 deri 25%. Ka bonuse nëse arrin pikët që vendos kompania, bonuse në lek, produkte falas që të vinë në shtëpi e shumë gjëra të tjera si këto. Nëse jeni të interesuar për më shumë informacion, më kontaktoni në privat, ju dërgoj të gjithëve dhe dyqanin, website-in për t'i parë vetë produktet, për të parë vetë çmimet dhe më pas bëni më të mirën për veten tuaj. Ndërkohë që ky ishte byreku, kishte dalë shumë i mirë, unë thash i bëra shumë të hollë të dy. Juve ju bëshë mirë nëse i provoni. Kalofshi bukur.